Vllaznia vijon momentin pozitiv në kampionat duke konfirmuar formën e shkëlqyer me 5 fitore rradhazi dhe kryesimin e tabelës së rënditjes me 3 pikë diferencë ndaj ndjekësve më të afërt. Në sfidën e fundit të zhvilluar në Durrës, vëmendjen e stafit teknik e të tifozëve e tërhoqi largimi para kohë nga fusha i Klinti Çatos, duke ngritur pikpyetje mbi gjendjen e tij fizike. Mjeku i vllaznisë Zydi Çoba sqaron situatën shëndetësore të futbollistit duke dhënë detaje mbi natyrën e dëmtimit dhe kohën e nevojshme për rikuperimin e tij. Pat një traumë që në nëzorëm edhe nga loja, tjertë janë që janë pothuajse pa banë, edhe ata që kanë hinë sot me grupin, shpresojmë që mos të kena gjatë madhe, por në fakt Çato na shqetësoi vërtet, mund të jetë i gatshëm Çato. Besoj se për 10 ditë është nga dishmëni. Ndërkohë mjeku me përvojë sa një jetë pranë skuadrës kuqe blu vlerësoni edhe frymën pozitive brenda grupit, duke theksuar rëndësinë e unitetit dhe besimit në rrugtimin drejt objektivit të sezonit. Puna vazhdon njësoj, oscilacione kena pas, sepse futbolli si çdo sport tjetër, pa futbolli ka dhe traumat e smundjet e tjera që ndodhin, jena mundu me përshpejtu rehabilitimin e tyne dhe me i bë grupin ashtu se e dan trajneri e se e dojnë tonë. Ka një frymë shumë pozitive më anë, shumë pozitive, ka një shoqëni, një marrëdhënie mes tyne, edhe trajnerit, e stafit krejt, që besojmë që bëjmë punën me shku atje ku do nëna. Vllaznia tashmë është e fokusuar te sfida e radhës ndaj Vorës, e cila do të luhet ditën e premte në orën 13:30 në fushën e Vorakëve, me synimin për të vijuar serim pozitive dhe për të forcuar më tej pozitat në krye të rënditjes.